Ndodhemi në një nga hotspotet më të ndotura të Vjosës, të denoncuar së fundmi nga organizatat mjedisore River Watch dhe Eco Albania. Siç po shohim, këtu bëhet fjalë për një pikë derdhje të mbetjes së naftës të trajtuar nga kompania Alpetrol ndër vite, por që së fundmi kompania ka marrë përsipër ta pastrojë këtë pikë dhe të jap një lloj garancie se gjërat duhet të ndryshojnë pasi bëhet fjalë tashmë për parkun kombëtar të Vjosës. Por se ka ku buron kjo naftë, ne do ta shohim duke u ngjitur më tutje në pikën ku është trajtuar prej vitesh dhe sikur se kanë denoncuar organizatat, është në një situatë të degraduar për mungesë investimesh. Kemi ardhur në stacionin e Gorishtit, aty ku bëhet procesi dekantimit ose ndryshe ndarja e naftës që vjen direkt nga burimi dhe ujit apo rërës që del nga nën toka. Pikërisht këtu është burimi i ndotjes që shkon direkt në Vjos, atij proj që ne pa më parë të naftës historike që vazhdon dhe rrjedh nga tubacionet e çara apo nga cisternat me probleme për mungesë kryesisht të investimeve që ka patur këtu në stacionin e Gorishtit. Vetë punonjësit e Alpetrol thonë që është një problematike ka ershme e trashëguar dhe në një farë mënyrë kanë zgjedhur vetëm të pastrojnë kanalet dhe të jetë një punë sezonale, por krejt ndryshe thonë ambientalistët, mjedisorët, ata thonë që kjo është një problem që të kërkon një zgjidhje të përgjithshme dhe të përhershme dhe jo që të her pas here të jetë një lloj sinjalizimi i tyre që t'i vërë autoritetet në lëvizje.